A mund ta duam ne veten me frikrat tona? Pra, ta duam veten siç jemi apo ta pranojmë veten siç jemi dhe t'i përmirësojmë ato? Si e mendon ti? Atëherë, në një aspekt pak më të thjeshtë, bazik, është kështu siç thua ti. Por rrugëtimi i shpirtit në momentin që vjen dhe futet në trupin ton, se po e bëj pak më shpirtërore, shpirti e din se çfarë eksperiencash do zhvilloj këtu në tokë. Dhe trupin që e ka zgjedhur vet, fizikun, mendjen, çdo gjë e ka zgjedhur vet dhe në momente të caktuara i del situata nga kontrolli. Në këto momentet kur ti je më dobët dhe e pranon veten me pasiguritë tua, e pranon veten me të mirat dhe të këqijat, e pranon veten me këtë pasiguri të cilën ty të duhet për ta kthyer në forcë që ti shërbesh vetes, familjes apo dhe shoqërisë. Kështu që patjetër ne ta pranojmë veten dhe pasiguritë ose gjërat që nuk janë të mira për ne, ne ti pranojmë, ti përqafojmë, ti përkodhelim dhe ti lëmë të shkojmë dhe të ndërtojmë atë veten ton të re, më të sigurt edhe më të bukur në sytë e shpirtit.